Çfarë është Englanders dhe cili është misioni i saj në Shqipëri? Englanders ka të bëjë tërësisht me mbështetjen e studentëve shqiptar që duan të vinë dhe të studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Vizioni i projektit lindi kur unë takova student shqiptar, kur erdha për herë të parë në Tiranë. Gjatë 5 ose 6 vizitave të mia të para, takova student shumë ambicioz dhe shumë të aftë, si dhe familjet e tyre. Edhe pse ata qartësisht kishin aftësinë të kishin sukses në Mbretërinë e Bashkuar, familjet e tyre nuk mund t'i përballonin tarifat e larta për të studiuar në Britani. Misioni i projektit ishte pikërisht të gjente një mënyrë për të kapërcyer këtë vështirësi, të paktën për disa prej tyre. Kur filloi Englanders? Studenti i parë që ishte edhe origjina e këtij projekti ishte rreth 10 vite më parë, por projekti në formën e tij të sotme u zhvillua rreth 7 vite më parë. Deri tani kemi rreth 20-25 studentë që kanë kaluar ose janë duke kaluar në këtë projekt. Shumë prej tyre tani janë në universitet dhe po ecin shumë mirë. Ideja duket se ka funksionuar për të gjithë dhe jemi shumë krenar për ta. A mund të na përmendni një student që spikat? Njeriu që ishte edhe origjina e projektit quhet Kristian Drapni. E takova për herë të parë kur ai ishte student në një kolegj në Tiranë. Ambicia e tij ishte të studionte fizikë dhe inxhinieri në Mbretërinë e Bashkuar. Me që unë kam sfond në inxhinieri dhe kam dhënë mësim fizike, isha veçanërisht i lumtur kur e takova. Ai më impresionoi shumë dhe doja të gjeja një mënyrë ta ndihmoja. Për Kristianin gjetëm një mënyrë që të funksiononte për të dhe familjen e tij. Disa vite më vonë mendova, a mund ta bëjmë këtë për më shumë student? A ka një mënyrë? A mund të gjejmë një mënyrë që të jetë më e përballueshme që tarifat të mos jenë 50 apo 60.000 pound, por të kenë një ulje të konsiderueshme? Will it be possible to try and make it possible for more students? Can we find a way to make it more affordable so that it's not 50 or 60,000 pounds, but is a very significant discount on that? Sa student mund të aplikojnë në një vit? In 1 year. This year I hope to have 10 Këtë vit shpresoj të kemi rreth 10 bursa në dispozicion. Numri ndryshon çdo vit sepse çdo vit duhet t'u drejtohen shkollave në Mbretërinë e Bashkuar dhe t'i bind që të japin një bursë të dedikuar vetëm për student shqiptar. Gjithçka varet nga sa të ngarkuara janë shkollat, nëse kanë vende të lira në konvikt dhe nëse kanë hapësira në programet që studentët duan të studiojnë. Por pavarësisht këtë vit shpresojmë të kemi 10 vende. And it's always dependent on whether they have space in the subjects that the particular students want to study. But approximately this year I hope we'll have 10 available places. A keni bashkëpunime me vendet e tjera të Ballkanit? At the moment no. It is Për exclusively momentin jo, programi është ekskluzivisht për student shqiptar. Megjithatë, nëse do të kishim një student nga Kosova, me shumë kënaqësi do ta trajtonim si student shqiptar. Shkollat në Mbretërinë e Bashkuar kanë një vlerësim shumë të lartë për studentët e Englanders. Ata janë të zgjuar, ambiciozë, energjik, të gjitha cilësitë që më shtyn të krijoj këtë projekt. Ishte pikërisht natyra e këtyre studentëve ajo që më bëri të kërkoja një mënyrë për t'i ndihmuar. Because of the nature of the students that I wanted to try and find a way to help them in their ambitions. Now naturally comes another question, why Albania? Pse Shqipëria? Si filloi lidhja me Shqipërinë që më vonë u konkretizua në dhënien e mundësisë për të studiuar edhe në Mbretërinë e Bashkuar? To actually study in England. It started when I was Kjo nisi kur unë isha drejtori një shkolle në Cambridge, në Mbretërinë e Bashkuar. Kishim disa studentë shqiptar që mund të përballonin tarifa shumë të larta të studimit. Për t'i takuar ata dhe familjet e tyre, unë nisa të vinë në Tiranë. Doli fjala se unë isha këtu dhe kështu familjet vinin për të më takuar. Kisha biseda të mrekullueshme me të rinj shqiptar inteligjent dhe eloquent, por kur familjet pyesnin për kostot dhe bursat ishin shumë të vogla dhe nuk mbulonin pothuajse asgjë financiarisht. Head teachers were here. And this is when families would come to meet us. And I would have these wonderful conversations with intelligent, articulate, bright young Albanian students. And when the families asked about the costs and the potential scholarships, the scholarships were very small. There were scholarships, but they didn't have much financial value. And these
Shpesh prindërit dhe fëmijët largoheshin të mërzitur dhe të zhgënjur, që nuk mund të përfitonin nga mundësia për të studiuar në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe unë po hamendsoja nëse mund të gjejnë një zgjidhje, duke qenë se unë jam marrë gjatë gjithë jetës me ofrimin e bursave në Mbretërinë e Bashkuar. Jam përfshirë edhe në organizata kombëtare në Britani. Dhe në lidhje me shkollat me të cilat kisha punuar më herët, mendova nëse do të kisha mundësi që të qasesha drejtuesve të shkollave pasi njihja personalisht të t'ju bëja një pyetje paksa sikletuese dhe u tregoja se kisha takuar studentë shqiptar dhe nëse do të ishin gati që të më jepnin ndoshta vetëm një vend në shkollën e tyre me ulje prej 60 apo 70%. And ask them quite a cheeky question and tell them about these lovely students that I knew in Albania. And would they be prepared to give me maybe just one place at their school for a discount of 60 or 70%? So Pra tarifat në vend që të ishin 50 apo 60.000 pound për një student që studion nga jashtë janë 18.000 pound dhe e kuptoj që sërish është shtrenjtë, por është shumë herë më e përballueshme. Disa nga drejtuesit e shkollave që pyeta më thanë: "Stuart, ti je i çmendur." Por fatmirësisht kishte disa drejtor shkollash që më thanë: "Stuart, ne të njohim ty, të besojmë ty, kështu që pse jo? Le ta provojmë." Dhe kështu nisi 5 ose 6 vite më parë mënyra se si ne sollëm modelin Englanders dhe i njëjti model vijon të operojë edhe sot. But thankfully, some of the head teachers said, "Stuart, we know you, we trust you, why not? Let's try." And that's how it started 6 or 7 years ago when we put together the Englanders model, and that's the model on which it continues to operate. This relationship yours with Albania. Kjo marrëdhënie jotja me Shqipërinë është zhvilluar dhe ti ke mësuar të flasësh shqip. A mund të na japësh një urim për shqiptarët në këtë ditë të veçantë për vendin? Congratulate all Albanian people on their National Day. Maybe in Albanian would be great. Un mund të përpiqem. Dua të ju uroj shumë urime sepse kjo është një ditë shumë e rëndësishme për shtetet të Shqipërisë. Shtetin e Shqipërisë, faleminderit. Dhe jam shumë i krenar të jem këtu me ju për një ditë shumë të rëndësishme. Më the pak më herë se kishe ndjekur edhe disa nga festimet. Të pëlqyen? You actually saw some of the celebration. Did you enjoy it? Celebrations were wonderful this morning. Festimet ishin të mrekullueshme këtë mëngjes. Isha në sheshin Skënderbej dhe dëgjova muzikën dhe pash fëmijët në kostume tradicionale dhe dukeshin për mrekulli. Ndoqa marshimin e tyre nga sheshi te pazari i ri, pastaj mundesh të vija këtu për intervistën. Por ndoshta këtë pasdite do të ketë ende festime tradicionale dhe do t'i ndjek me kënaqësi. And then of course I had to come and have this interview. But maybe this afternoon there will still be traditional activities going on in the squares, and I look forward to seeing more of those. Let's go back to once again to. Më lejo që të kthehemi edhe një herë te studentët shqiptar në Angli, si po kontribuojnë ata për rritjen e emrit të Shqipërisë atje, sepse e dim që emri i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur ngritje dhe ka pasur edhe diskutime politike në lidhje me emigrimin. The name of Albania. These students contribute because of the way they are. Këta nxënës kontribuojnë në emrin e Shqipërisë për mirë, për shkak të vetë mënyrës se si ata janë. Ato që të përshkrova për këta student, ambicia, mirësjellja, hijeshtria e tyre natyrale kur i takon, që më bëri që edhe të nisja këtë projekt, në fakt nuk do të habitesha kur nxënës të tillë, që janë në shkollat e tyre dhe jetojnë jetën njësoj si ata në Mbretërinë e Bashkuar, kjo krijon një përshtypje shumë pozitive. Ata studiojnë shumë dhe janë të interesuar në shumë tema, duan të dinë më shumë për njerëzit e tjerë, janë shumë të shoqërueshëm dhe kanë karakteristika që do të doja t'i kishin të gjithë të rinjt. Dhe të gjitha shkollat ku kemi student shqiptar duan më shumë student shqiptar sepse i duan shumë këta nxënës që vijnë nga projekti Englanders. You would want from all young people, and all the schools where we have Albanian scholars, they want more Albanian scholars because they love these young people who come with the Englanders project. I heard this Dëgjova first comer first served. Çfarë është kjo? The expression first come first served. Shprehja kush vjen i pari, shërbet i pari është për shkak se kemi një numër të limituar bursash dhe ne do të mbarojmë ato shpejt. Dhe nëse ti vjen i pari, ti ke mundësinë që të marrësh i pari bursën. Prandaj i inkurajojmë të rinjt që të aplikojnë herët, sa më herët do jetë mundur, sapo ta mendojnë të vinë edhe të flasin
bursin me ne dhe kjo është vërtet shumë e rëndësishme sepse është një vendim shumë i madh për familjet që do të dërgojnë fëmijët e tyre jashtë vendit dhe nëse vetë fëmijët janë shumë entuziastë, sërish është një vendim i madh. Their children are always really enthusiastic about it. It's a big decision. The system is different in the UK. Sistemi është ndryshe në Mbretërinë e Bashkuar, sistemi i mësimeve, sistemi i provimeve, sistemi i mënyrës se si kujdesen për fëmijët, gjë që është shumë e rëndësishme nëse fëmia yt është mijëra kilometra larg teje. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kuptohet se si do të trajtohen fëmijët tuaj me dashuri e kujdes. Pra, këto diskutime që kemi me prindërit ashtu siç i kemi edhe me fëmijët janë shumë të rëndësishme, sepse mendoj se kështu kuptojnë cilësinë e edukimit dhe e dinë se ajo do të jetë shumë e lartë dhe do e dinë se mundësitë janë vërtet shumë të mira. Mendoj se ajo çfarë është më vështirë për ta për të kuptuar është se si do të kujdesë shkolla për fëmijën e tyre. Mendoj se ata janë shpesh të surprizuar kur e shohin se si shkolla e di nëse fëmia yt ka ngrënë mëngjes. Ata e dinë se kur fëmia yt është i lumtur apo i trishtuar. Ata e dinë se kur fëmia yt është duke u stërmunduar me punën e tyre në shkollë. They know whether your son or daughter has had breakfast in the morning. They know whether they're happy or whether they're sad. They know whether they're struggling with their work. It is a completely integrated process. Kjo ndodh sepse ka një proces krejtësisht të integruar që kujdeset për çdo gjë që ata bëjnë. Dhe kur e ke mundësinë për të diskutuar gjëra të tilla me familjet sa më shpejt që të jetë e mundur, është një ndihmë e madhe dhe mendoj se ndoshta kjo ndikon tek ata për të vendosur për të bërë një aplikim dhe të jenë një ndër ata që vinë të parët dhe aty pra aty janë edhe të shërbyer të parët. Le të vazhdojmë inkurajimin. Ku mund t'ju gjejnë ata ju? Well, I'm sure they can find us online Ata mund të na gjejnë online, madje në mënyrë të veçantë nëse pyet çdo adoleshent se a mundën ta gjejnë diçka çfarëdo qoftë. Ata do të mundën ta gjejnë atë përmes pafundësisë së internetit. Ne kemi një zyrë në Tiranë dhe Englander Scholarship Board është shumë e thjeshtë për t'u gjetur në rrjetet sociale. Kur mund të aplikojnë studentët për bursa? They can start immediately. Ata mund të aplikojnë menjëherë. Një ndër arsyet pse jam në Tiranë këtë javë është që t'i jap mundësinë studentëve të më takojnë personalisht. Ne bëjmë shumë punë online tani, sigurisht, por mundësia për të folur personalisht është ende një avantazh i mrekullueshëm. Dhe në këtë mënyrë, edhe idetë më komplekse bëhen më të lehta për t'u shpjeguar. Pra ata mund të nisin tani dhe bërja pyetjeve nuk ka pse të ndodhë në një hapësirë kohore të shkurtër, por nëse nisin tani, ne mund të shkëmbejmë informacion dhe të sigurohemi që ata mund të marrin një bursë. Then we can do it in time to make sure that they get a place. And even if I can ask which Nëse mund t'ju pyes, cilat mosha kanë më shumë shanse për të marrë një bursë studimi? Thank you, that's a very good question. Faleminderit, kjo është një pyetje shumë e mirë. Bursat janë të dizenjuara për 2 vitet e fundit të shkollës para se studenti të shkojë në universitet. Dhe sigurisht të gjithë shtetet kanë mënyra të ndryshme për të strukturuar sistemin e tyre arsimor. Në sistemin shkollor britanik janë 13 vite edukim dhe kjo do të thotë se ne jemi duke folur për studentë që janë 15 apo 16 vjeç. Në këtë mënyrë ata shkojnë në vitin e 12 sipas sistemit arsimor në Britani, për krahas studentëve të tjerë bashkëmoshtatar. Nuk ka problem. Nëse një student është më i rritur, zakonisht kemi studentë ndërkombëtar në Britani që janë ndoshta një vit më të rritur se bashkëmoshtatarët e tjerë, prandaj mund të them se ka pak fleksibilitet, por mosha ideale është 15 ose 16, ndoshta 17 për disa prej tyre. We quite often have international students in the UK who are perhaps a year older than the British students that they are alongside. So there is a little bit of flexibility, but the ideal age is 15 or 16, maybe 17 for some of them. Faleminderit për këtë intervistë kaq të këndshme. It has been a real pleasure. Ka qenë kënaqësi, faleminderit që gjetët kohë sot për të biseduar me mua. To let me have a conversation with you. Faleminderit që jepni mundësinë edhe këtyre nxënësve që të studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar. It is genuinely a pleasure. Edhe ne jemi shumë të lumtur të punojmë me këta studentë, janë të mrekullueshëm dhe edhe bashkëshortja ime i pëlqen shumë. Faleminderit. Për Stuart Nicholson, i cili ka ndryshuar për mirë jetët e shumë studentëve shqiptar e në të ardhmen ky numër pritet të rritet, ka edhe një falënderim krejt të sinqert. Ky falënderim vjen nga prindrit e fatlumve që kanë arritur të përfitojnë deri më sot nga bursat e Englander Scholarship Board Albania. Përshëndetje, unë quhem Elda, unë jam mamaja e Sarës. Sara këtë vit ka filluar studimet e saj në vitin e 2 të shkollës së mesme në Angli. Sara ndihet shumë mirë, por dhe ne jemi të kënaqur. Për dërgimin e Sarës, regjistrimin e saj në shkollë angleze, ne u kontaktuam me Stuartin, i cili na udhëzoi, na mbështeti,
që ta dërgonim Sarën në një shkollë angleze. Stuarti e njeh shumë mirë sistemin arsimor anglez, prandaj është një udhëheqës shumë i mirë, një këshillues shumë i mirë. Madje edhe tani pas fillimit të studimeve të Sarës në Angli, Stuarti na mbështet me këshilla dhe udhëzime që Sara të dalë sa më mirë në shkollën ku është. Vajza ndihet shumë e kënaqur që është atje. Është një kulturë e re, i pëlqen kultura, i pëlqen njerëzit, i pëlqen dhe shkolla, madje është e motivuar që të mësoj sa më shumë që të dalë sa më mirë. Për këtë, ne jemi shumë të kënaqur. E falenderojmë Stuartin për këshillat e tij dhe jemi të kënaqur që i besuam atij për edukimin e vajzës sonë në Angli. Faleminderit Stuart. Përshëndetje Stuart. Përfitoj nga rasti që falenderojmë nga zemra për të gjitha sugjerimet dhe mbështetjen që na keni dhënë në rrugtimin arsimor të vajzës sonë Jusiles. E vlerësojmë pafund ndihmën tuaj. Faleminderit për gjithçka nga familja Cekani. Kënaqësi e veçantë që mund të shpreh mirënjohjen dhe falenderimin për Stuartin dhe ekipin e tij. Unë jam mamaja e Sefridit, aktualisht student në vitin e fundit bachelor. E ku tjetër përveç se në Londër. Mirënjohja është për te i fjalëve. Ju keni qenë pjesë e rëndësishme e këtij rrugtimi. Faleminderit për suportin tuaj, faleminderit për mbështetjen dhe gjithçka tjetër. Faleminderit Stuart, faleminderit ekipit tënd. Përshëndetje, jam Gentiana, mami Jonit. Joni si vjet, mbaroi kolegjin Lukton dhe është kënaqësi për mua të shpreh mirënjohje për Stuartin. Faleminderit Stuart. Stuartin e falenderojmë shumë për ndihmën në përzgjedhjen e shkollës për fëmijët. Mbështetja e tij ishte shumë e rëndësishme dhe na ndihmoi të merrnim një vendim të sigurt. E vlerësojmë sinqerisht për kohën dhe për kushtimin e tij. Faleminderit nga Alma dhe Kujtim.